për një gjë të tillë. Po, në këtë takim inaugurues të Bordit të Paqes, për dallim nga Kosova, Shqipëria përmes kryeministrit shqiptar Edi Rama mbajtje dhe fjalim, aty ndër të tjera zoti Aliaj ju lut në një mënyrë apo tjetër presidentit amerikan Donald Trump që të bëjë diçka për ish presidentin Hashim Thaçi dhe ish krerët e UÇK-s. A ishte pak e pazakont, a si e vlerëson? Është pak e pazakont, mirë po mendoj që ishte një hap shumë i qelluar nga kryeministri Rama, si çdo herë kur vije puna e punës gjykatës speciale, mendoj që ka qenë në krye të detyrës edhe zoti Rama, jo vetëm në këtë rast, në raste tjera. Ajo që ishte po ashtu shumë domethënëse ishte ajo fotografia e presidentës tonë dhe kryeministit shqiptar bashkë me presidentin Trump në një moment diskutimi. Mendoj që deklarata e zotit Rama në një format të tillë është shumë domethënëse që ta sensibilizoj tërë botën për padrejtësinë që po ndodhi në Hag. Fatkeqësisht dyshoj nëse zoti Trump do të ketë mundësi të ndikimit në proces aty. Pasi që sikur do të kishte pas mundësi ndikimi, zoti Thaçi mbase nuk do të arrestuaj fare, qysh në krye të herës. Pse në periudhë ishte president apo jo? Pikërisht. Mirë po mendoj që është shumë e rëndësishme që është ngrit në një format të tillë ku kemi pas sytë të gjithë botës aty dhe është fol për një padrejtësi të madhe që i bëhet Kosovës përmes një gjykate politike e cila ishte iniciuar nga një prokuror që tashmë mjaft i dyshimt me pretendime krejt tjera për transplant organesh, për një shtëpi të verë që ishte një fantom i ngritur në Moskë përmes Beogradit, gjë të cila u harrua shumë shpejt dhe fillon ato themi ngritjet e akt akuzave që më shumë ngjasojnë në deklarata politike se sa diçka faktuale, diçka që ka ndodhur në vendin tonë. Njimani, e pazakont, por e qelluar. Ky qëndrimi zotit Rama në Washington. Në plan të parë ishte një paraqitje brillante e tij dhe preki disa pika të cilat vërtet bota sot është diskutuar për to. E para kur e tha fjalën që ne do të jemi ata që ta zgjojmë nga gjumi OKB-n, që ishte murë në Turqia nga Trump dhe nga gjithë pranishmit, dhe e dyta për mendimin tim ishte ai krimi i raporteve në mes të popullit shqiptar dhe Izraelit, që po ashtu e ka ndikimin e vetë të pjesa tjetër e botës, dhe për mua jashtëzakonisht e rëndësishme, e guximshme dhe tepër këmbgulse ishte kërkesa e tij për drejtësi në rastin e kreve të UÇK-s, sepse e ka gjetë pikërisht gjuhën me të cilën zoti Trump komunikon, gjuhën ekonomike, kur thotë që me taksat e juaja është ka bëhet një padrejtësi ndërkombëtare. Me taksat e juaja ina ka paguajna më strëm në një gjykatë që nuk është gjykatë. Pra, ideja e zotit Rama, për mendimin tim, ju vetëm që jemi shumë sinqert, ju vetëm në këtë forum, sepse ishte një mundësi një minut me diskutu. Dhe me dhatë mundësi të jashtëzakonshme, që mendoj se sot bota, nëse merr dhe lexon edhe media ndërkombëtare kanë krahas prezencës dhe themelimit të këtij bordi kanë referuar edhe të kësaj problematike, sepse kryeministri i Shqipërisë po e ngrit një padrejtësi e cila ka bëhet në emër të drejtësisë dhe me fonde të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe vende mike. Dhe kjo është, unë mendoj që zoti Rama është në krye të detyrës saj, ka qenë vazhdimisht sa i takon padrejtësisë në raport me specialin. Ndërsa lutja e Tinan ishte vërtet jashtë artistike, siç e ka edhe vetë stilin zoti Rama. Do ta diskutojmë këtë